Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night, the sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings, we can ride it proud. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings Club, forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Në episodin e fundit, piksat u goditën me një magji të keqe që i bëri të ndjenin mall për shtëpinë. Ato shpëtuan nga zanat dhe u drejtuan për në fshatin e piksave. Por Blumi arriti ta mposhte magjin me fuqinë e saj shëruese, para se Lord Terry të merrte atë që donte. Mirë se erdhët në orët e mësimit të konvergjencës magjike të aplikuar. Qëllimi i kësaj lënde është t'ju jap mundësi për të përmirësuar cilësinë e magjive tuaja. Është një lëndë shumë e vështirë dhe do kërkojë shumë punë. Po, çfarë është përqendrimi i magjisë? Është mundësia për të kombinuar fuqitë magjike të dy ose më shumë zanave për të prodhuar magji shumë të fuqishme. Kështu? Para së gjithash, aftësitë magjike superiore janë shumë të rëndësishme. Duhet ta kuptoni magjin tuaj më mirë se më parë. Dhe pse kështu? Është mjaft e thjeshtë të bëni gabime. Magjia e kombinuar është më komplekse, s'ka vend për gabim. Është sigur magjia të ketë një jetë të vetëm. Në një farë mënyre është e vërtet, po. Më fal, po prit ta kuptoj pak. Ti po thua se ne të gjitha mund të kombinojmë fuqitë? Au, bukur pa! Një super magji e wingsave. Tani, si detyrë të parë të punoni me radhë. Këto ushtrime kërkojnë shumë punë. A kontrollove se si janë piksit? Palladiumi po sigurohet se magjia për mallin ndaj shtëpisë është prishur tashmë. Sa i pa edukat. Ai sugjeroi që të pushoni mirë në shtratin e tyre. Duhet të shkojmë të vizitojmë pak më vonë. Pra Lila, duhet të takohemi më vonë që të mbarojmë detyrat. Shpresoj që të mos e kesh problem që Faragonda të vuri në skuadër me mua. E pse duhet? Dëgjoj, ti njeh më mirë të tjerat dhe... Më falni? Ç'kemi Musa? Gëzohem që po të njohëm më në fund. Mua më quan Xharet, jam specialist i vitit të parë të Shatërvani Kuq. Saladini më dërgoi që të mësoja për aparatin tënd imitues. Do të bëj një detyrë për të. Mirë dhe, nga e diti kush jam unë? Do shihemi më vonë. Të pash ceremoninë e hapjes së Shatërvani Kuq dhe pyeta për ty. Pse? Sepse ti dhe shoqet e tua dukeshit shumë të mira, ja pse. Dhe kë pyet e ti? Rivenin, ai tha se ti je e mirë dhe nëse duhet të takoja njërin nga Wingsat, ajo duhet ishe ti.
Hey, dëgjoj, më vjen keq nëse thash ndonjë gjë të gabuar. Jo, s'te gjë, mua më vjen keq, vetëm se u zemërova me dikë tjetër. Pse nuk vjen për një shëtitje me mua? Mund të flasim, mund të kesh besim tek unë. Unë nuk e di. Puna është se duhet të intervistoj dikë që ka punuar me këtë aparatin. E po, mirë. Ky po që është tash e them. Po mbaron, dhe unë hodha një bombë supersonike që e shpërtheu drynit. Dhoma e imitimeve është vendi i dur ku të punosh pa stres. Edhe Palladiumi thotë se po i shkruan të gjitha që them unë. Kam frikë se do haroj ndonjë gjë. Tani duhet të kthehem te Satërvani kuq. Unë ja kalova shumë mirë. Edhe unë. Mendon se mund të takohemi përsëri nesër? Mund të dalim për një takim. Faleminderit për lulet, janë shumë të bukura, por dua vetëm të jemi shok, mirë? Nuk dua të krijosh idenë e gabuar. Jo, s'ka gjë, edhe shok shumë bukur është. Do shihemi së shpejti, mirë? Hej, Muza! Magjia i flet muzës. Magje, Muza! Hej, vajza, si po shkojnë detyrat? Jo dhe aq mirë, nuk po kuptojmë shumë gjëra. Me qëra fjala, kush ishte ai djali? Ishte dikush nga Satërvani kuq. Au, dhe ku të çon? Stella! Çfarë thaj? E kush është specialiteti i tij? Mos më thuaj që u putët. Sa zhurmë që bën. Oh? A të pëlqen? Është Nuk simpatik? është ashtu. Ndoshta po mendon për ndonjë tjetër, dikë që e ka emrin Riven? Nuk është puna jote. E po jam më e lumtura që s'do punoj me ty për detyrën tonë të konvergjencës. Megjithatë është e vërteta se ai pëlqen Riveni dhe na e dim. E ke menduar ndonjëherë se asaj nuk i pëlqen të flasësh për këtë? Ky është problemi i saj. Unë dhe i dashurim s'kemi asgjë për të fshehur, është shumë e thjeshtë. E po, mendoj se tani duhet i kthehemi detyrave të shtëpisë. Ose mund ta bëjmë një konvergjencë mode midis portofolit dhe çizmeve të reja. Le të shkojmë tek Mapo. Me sa duket shoqet tona po argëtohen. Duhet të merremi me to përpara se të mosojmë ato marifetet e konvergjencës. S'duhet të dini kur hapun Alfea. Apo të guxoni të mos më bindeni, idiote. Për mjeshtër, shoku i ri Musës ka një potencial të madh. Është me të vërtetë një ide e mirë. Bashkë qef. Dhe çfarë kemi aty? E po, Dora qën ka një pemë gjallë. Dhe do përpiqemi të ndërhyjmë te ajo me sistemin tim operativ. Gjethet kanë gjuhë të tyre, më thoni, po funksionon? Në fakt, Jo, në të vërtet. Natyra dhe kompjuterat janë shumë të ndryshëm, s'përputhen. e di që s'ishte tamam një simfoni, por mendoj që kësaj here lëvisi pak a pak. Mos ndoshta ishte magjia e padukshme? Nuk mund ta bëjmë. Vërtet, nuk dim as nga t'ja fillojmë. Zjarri dhe drita janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën. Para se të bashkoni magjinë, duhet ta kuptoni plotësisht. Dhe çfarë doni të thoni? Gjeni kuptimin e vërtet fuqive tuaja, në rastin tënd Blum nuk është vetëm zjarri. Ashtu? Në fakt është flaka e jetës. Kjo është shumë e fuqishme nga sa mendon ti. Prandaj un kam fuqi shëruese. Është pjesa e flakës së jetës apo jo? Po, unë çfarë të bëj? Drita shpreh fuqisë tënde për vizionin e brendshëm, vështrimin, qartësinë. A çfarë? Fuqia jote shpërthej me energji dhe ndriçon të tjerët që të kuptojnë. Nesër do bëjmë një provë për konvergjencën këtu në dhomën e imitimeve. Provë? Nesër? Vërtet mendon se jemi gati për Duhet të merreni me praktikën. Nëse keni nevojë për ndihmë, mund të vini tek unë. Por çelfin e keni në dorë ju. Hej, Muza, shiko kush ka ardhur. Mendon se ka ardhur vetëm për ty? Stella, ai ka ardhur për të mësuar për aparatin. Faragonda ja dha lejen. Vajza, le të mos zihemi, duhet të jemi në harmoni. E drejt,
për provën e imitimit. Dhe ne të pesta do bëjmë një magji shumë të madhe së bashku. Çfarë ka? Ne të pesta, po Leila, e lëndove shumë. Ua, harrova, të më fal, nuk doja. Ja ku nisëm përsëri, koha e dramës. Leila, Jam mirë, Musa, jam mirë. e di, edhe unë vi ndonjëherë këtu, kur dua të ri vetëm. Po, Mendoj se ne të dyja ngjajmë shumë. ç'do të thuash? Dua të them që edhe unë ndonjëherë ndjehem si e huaj, Leila. Po, ndoshta të gjitha mund të ndjehen kështu ndonjëherë, Musa. Ndoshta, por ti je e re këtu dhe mund ta kesh të vështirë. Do të jem mirë. Jo, Leila. Ti je me ne tani, s'ke pse të jesh vetëm. Thjesht ndjehen si e huaj. Stella i thot këto gjëra, por në fakt ajo është një njeri i mirë. Po, e di. Ajo nuk mendon përpara se të flas. Por ajo të ka qef, po kështu dhe unë. Çfarë të pëlqen të bësh më shumë me shoqet e tua? Më pëlqen të kërcej, është pasioni im. Vërtet? Do ma mësosh edhe mua? Sigurisht, më pas se do mësosh shumë shpejt. Vajza! Leila, dëgjoj. Unë e di se ndonjëherë ndjehesh si e lëm pas dora. Por ti i përket këtij grupi, ashtu si të gjitha ne. Vërtet? Dhe unë e di mirë se çfarë duhet për t'i sjell harmoni grupit ton të ashtu? Çfarë? Sot do të bëjmë një fest me pijame. Kështu do jemi prapë të bashkuara. Kush je ti? Oh, jam dikush që shet bijuteri. Në fakt, kam gjën e duhur që të duhet për të fituar zemrën e asaj zonjushës. Është e errët, por e bukur. Si të duket? Shikoje me vëmendje. Dhe bjerë në pushtetin tim. Ktheu në Alfea dhe sigurohu që prova e nesërme të jetë dështimi plot. Unë kam qenë një 13 vjeçare me puçra dhe si një pate shpifur në ditën e parë të shkollës. Pastaj, djali më i bukur në të gjithë shkollën erdhi dhe ul pranë meje. Po, ishte dashuri me shikim të parë. Por për mua, ama, sepse sytë e tij shikonin dikë tjetër në të vërtetë. Vajzën më të bukur të vitit tonë. Pastaj erdhi koha e mbrëmjes së maturës. Një fest ku duhet të shkojnë të gjithë. Kohra të vështira për një pat të shpifur. Po ndodhi diçka speciale. Në prag të mbrëmjes, vajza ra nga shkallët dhe theu këmbën. Po, magjia ekziston. Atëherë kuptova se do isha një zan. Pra atë natë shkove për të kërcyer me princin tënd? Në fakt, ajo erdhi në mbrëmje. Dhe dashuria ime e kaloi gjithë natën duke kujdesur për të dhe për këmbën e saj të thyer. Jo keq si dashuri e parë. Kjo na duhet, vetëm që të kalojmë pak kohë bashkë. Vetëm ne, vajza, as djem as gjë. S'ka mundësi, Stella, s'po besohet që e the këtë. E po kur janë këtu, mund të flasësh më shumë për ta. Le ta fillojmë me Jaredin. Forca muza, duam ta dim, ta nxit fantazinë ai ty. E po jo, Sepse të pëlqen Riveni, apo jo? s'ka asgjë midis meje dhe Rivenit. O, po, e drejt. Nuk mendoj se Riveni interesohet për një vajzë si unë që ngjan më shumë me një djalë. Ose e të shikon ose s'të shikon, por duket sheshi që të shikon. E di si u lidha unë me Brandonin tim? Prita gjej. Hej, vajza, unë jam luftëtari më i mirë në botë dhe djali më i pashëm në Magix. Kush do të bëhet e dashura ime? Dhe pastaj ti ju hodhe në këmbë. Në fakt, ai mu hodh mua në këmbë. Tani Leila, mos u shqetëso kur ai të largohet nga këmbët. Do të qëndrosh në Në ëndër. rregull, të premtoj që s'do të më zër paniku. Hey Jared, mirë je? Mirë vajza, vëmendje ju lutem. Do ta gjeni veten në një fshat të qetë në një ditë vere. Duhet të përdorni konvergjencën magjike për të zgjidhur një varg me dyshime. E jeni gati të gjitha? Jemi gati. Fillojmë.
jemi tani? Një fshat i qetë në një ditë vere? Ka shumë mjergull këtu. Duket sikur jemi pranë një moçali. Shiko! O zot, po nëse qielli është në pyll, atëherë ku po ecim ne? E kam parë edhe diku këtë. Është një sistem përgjimi, por pse po ndodh tani? Nuk ja kam iden, vajza. Kristalet e imitimit nuk përgjigjen. Nuk I kam parë kur kristalet ta bëjnë më parë. Duhet I nxjerrim vajzat jashtë, kështu është shumë e rrezikshme. Nuk mund ta bëj këtë. Mjedisi është ruajtur brenda në hard disk. Nuk mund të fshijmë asgjë dhe as nuk mund ta mbyllim. Sidoqoftë, nëse s'mund ta fshijmë, mund të shtojmë diçka. Vajza, kam shtuar të dhëna magjike për një program daljeje, por nuk e di çfarë forme do të marr. Shikoni përreth dhe më thoni se çfarë gjëje nuk përputhet. E ke fjalën për diçka normale? Si ai për shembull? Një ujk në pyll është diçka normale, pra ajo është dalja. Konvergjenca jonë e parë. Shikoni. Profesor, ky është programi I daljes? Po, tani duhet të hysh në kontakt me të. Forca, le ta rrethojmë. Dakor, dhe tani të dalim prej këtej. Ka një ndërhyrje të fortë magjike te aparati. Wow! Është Darcy! Kush tjetër mund të kishte menduar për një vend kaq të keq? O jo, ai e gëlltiti. Forca vajza, wingsat magjik! We girls are the witch, energy creating our magic power. Well, defeat the evil seeds of strength. We're the new ones, we're the wings. Wings. We girls are the witch, energy creating our magic power. Well, defeat the evil seeds of we're the wings. Bomba sonike! S'ka asnjë efekt. Duhet të falenderoj Griseldën për ushtrimet e saj. Forca vajza, le të sulmojmë së bashku! Mendoj se e arritëm. Përbindëshi është komplet imun ndaj magjisë. Duhet të gjeni një mënyrë tjetër për ta mposhtur. Profesor, nëse ja heq energjinë kristaleve, aparati do të shkatërrohet apo jo? Po, por lëkundja mund t'i djegë të gjitha fuqitë tuaja. Duhet të mendoni për diçka tjetër. S'kemi për t'ja dalë mban pa magji dhe nuk kemi më kohë. Vajza, duhet të përdorim konvergjencën. Është mënyra jone vetme. E gjeta sabotuesin tonë. Xharet është ju prodhizuar nga triksat. Ju rini këtu dhe bëni gjithçka për t'i ndihmuar zanat sa të merrem unë me atë. Edhe ne mund të ndihmojmë. Po ndjehemi shumë më mirë. Se zanat në rrezik. Ajo gjëja është imune ndaj magjisë direkte dhe ne duhet të luftojmë me forcën fizike. Do përdorim për qëndrimin e magjive, po nuk e kemi bërë kur më parë. Në teori është e mundur, nëse do të bashkojmë fuqitë tona kryesore. Ai në gjeti. Leila, ti je kryesorja. Leila duhet të jetë më I madh. Leila! Duket si një tip skeleti për mbështetje. Degët mbajtëse. Ka nevojë për një tru. Procesori qendror, krijes, nxito, ngriu në këmbë. Stella, ai nuk mund të shikoj gjë.
Vizioni I diellit! Nuk mund të luftojnë pa një vullnet të tij. Por Vinci do ta shkatërroj. Është rradha ime, flaka e jetës. O jo! Po, tani është plot me jetë. Ku jam? Tani je I sigurt. Ura! S'ke thyer gjë? Jam mirë. Dëgjoj, duhet të marrësh dritën që të gëlltiti për Vinci. Vajza, nuk mjafton ta mposhni për Vinci. Krijesa juaj duhet të thotë dirime, iluzionem, që të hapë dalja. Tingulli, fuqia e fjalëve. A jeni të gjitha gati? Drime iluzionem! Drime iluzionem! Ja dolëm. Unë mbas jam shumë krenare për ju, vajza. Ndihem budalla që ju hapa kaq shumë telashe. Më fal. Si ishte faji yt? Mendon se mund të takohemi përsëri? Sigurisht, e pse jo? Do ta përshëndes Riverin nga ana jote mirë. Faleminderit, gëzojmë që më kupton. Kjo po që ishte një punë në skuadër. Në episodin e ardhshëm të klubit të Wingsave, Blumi merr Zana të vizitojnë shtëpinë e saj në Gardenia. Piksat u mbasin dhe shkaktojnë telashe, ndërkohë që Musa dhe Leila kërcejnë në rrezikun e një klub nate.